Selama dëgjues dashur, shikues dashur, pra si edhe vetë gjingla thotë që shpirti edhe pasioni i ka gjitha, por e ka edhe radiolinjën, pra kështu që pak me vonesë sipas kohës, derisa normal që rregulluam që të kuptoni ju këtë intervistë sa më mirë, për çka bëhet fjalë edhe për kënd do të bisedojmë për një njerëz shumë të madh. Një njeri që sot ne këndojmë ato këngë, i recitojmë ato këngë edhe shumë gjëra tjera që i bëjmë për shkak të personalitetit pra që do të bisedojmë sonte. Kemi pra të ndjerin sot edhe një legjendë që ka shkruar shumë, mund të them kështu, sa e kam lexuar në përmi se 4000 tekste, këngë, poezi, e gjitha ato, mirë, po ma shumë do të mësojmë sepse e kemi njeriu që është ma i afërt dhe ka qenë ma i afërt i personalitetit që do të bisedojmë sonte, është Jorgo Papingji. Pra Jorgo Papingji nga Shqipëria, për ata që nuk e dinë që janë duke na dëgjuar, një emër shumë i madh, e keni dëgjuar me vite të tëra. Mirë, po më së miri këtë e shpjegon vetë vajza që është sonte me ne, që e kemi edhe nderin që jeton në Norvegji këtu, është Migena Papingji. Björklund, mirë se erdhe, mirëmbrëma. Gjithë Alush, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që erdhe, edhe kemi pas temë bukur gjatë për një kohë për ta bërë një emision në lidhje me Jorgo Papingjin, edhe shkrimet e tij, këngët, edhe normal jetën e Jorgos, pra që ai është nga Vlora, është lindur në 1942 në Tiranë, po. Dhe në mars të vitit 24 ndroi jetë. Dhe për ata që nuk i kanë pa, ka shumë emisione, ka shumë programe, nderimet mëdha pas vdekjes, por ajo më e mira që është për radiolinjën se vetë Migena është, do të thonë, vajza e Jorgos, ku do të shfletojmë pak librin, do të bisedojmë pak, ndoshta do të lexojmë diçka nga libri, ajo më e mira. Mirë, po së pari këtu duhet ta dini se Migena ka qenë edhe përpara në emisionin ton. Migenën e kemi edhe të shtëpisë, do të thonë si musafire, mirë, po të njëjtën kohë edhe si shoqe, si të shtëpisë. Migena është në Norvegji, punon si mjekë e përgjithshme në neurologjisë në spitalin Østfold Fredrikstad. Këto du të me spjegu. Edhe këtu është sonte Migena, do të bisedojmë pra për babajnë, Jorgo Papingji. Vetë emrin mbi emrin tregon, është një emër shumë i madh. Po Migena, kjo është shumë interesant libri i Jorgos që doli, që mund ta kthejmë pak, ta tregoj se si duket. Edhe kjo është ajo që shumica edhe e kanë pa, edhe ja, pra, kjo është libri i cili mes jush jetoj. Të folim pak për librin deri sa të kthehemi pastaj pak më vonë për vetë Migenën. Si u vlerësua libri dhe si u mirëprit libri? Pikë së pari dua të them që libri është merit Ilir Çumanit, që është drejtori i Institutit të Integrimit të Jetimëve në Shqipëri, përveç se një personi i cili është shumë artdashës, edhe me sa shikoj unë i ka vënë detyrë vetes që të mbrojë vlerat kulturore të Shqipërisë. Ai ka bërë më përpara një libër për Juliana Jorganxhi dhe ishte shumë i prekupuar për ta bërë këtë libër. Pra ai është edhe personi që mund të flasë më shumë për këtë libër se sa unë. Për mua natyrisht është një nder shumë i madh që ai bashkë me grupin e tij që ka ndihmuar ta realizoj këtë libër, arriti ta bëj këtë libër. Është një, si thua, për mua është një dhuratë. Ne e dim që libri si libër, për shembull, përmban tekste dhe fotografia. Në jetën kohë, ku ne do të shpalosim disa fotografia dhe do të bisedojmë rreth fotografisë, e se ajo vetë ngjarja është, do të thonë, pse është fotografia aty, dhe pastaj lidhet edhe me tekstin e librit. Libri ka edhe shumë shkrime, poezi, të njëjtën kohë edhe ato janë edhe këngë. Libri duhet ta theksoj, domethënë, pa hequr interesin për librin, spoilers, pa spoilers, që libri nuk është një libër
biografik nga ANZ, siç ndoshta jemi mësuar të lexojmë biografit. Ky është më tepër një homazh, themi, veprës dhe krijimtarisë që ka bërë i madh. Edhe ndahet në, do thoya, në 3 pjesë kryesore. Pjesa e parë është krijimtaria e atij, e përmbledhur natyrisht në një mini përmbledhje, sepse Jorgo Babi ka bërë me mira tekste, nuk mund të përmblidhen. Është një përmbledhje e teksteve muzikore, pra e poezisë muzikore, që ka qenë edhe krijimtaria e Timati ka qenë një poezi muzikore, pra poezi të muzikuara, ku mamaja ime dhe vllai im, Peri, kanë kontribuar për të mbledhur këto, plus pastaj edhe një pjesë poezish të pabotuara që janë shumë interesante. Këto janë poezi të cilat janë dëgjuar, do të thënë, disa herë si pjesë e këngëve. Janë tekstet e atyre këngëve, por janë edhe poezi, siç thash, të pabotuara ndonjëherë. Pjesa e dytë është çmimet dhe aktivitetet nëpërmjet fotove, edhe ato të mbledhura nga ana e familjes apo nga institucionet e tjera ku janë bërë këto foto. Dhe pjesa e tretë është vlerësimet që njerëz të ndryshëm në fusha të ndryshme, fusha shumë të gjëra, jo vetëm krijimtarisë, ka profesionist, mendimet që kanë për Jorgon, si e kanë vlerësuar ata. Në fundi vjen edhe një thjesht autori i librit ka bërë mendimet e veta, dhe e fundit fare është një intervistë që i madh ka dhënë, ku ai shpreh mendimet e tija se ku po shkon muzika në Shqipëri deri në atë kohë. Kaq mund të them, pa hequr spoiler. Po ajo është e mira që ta dim, domethënë, atë thelbin e asaj, është ndarë në 3 pjesë, domethënë, dhe është shumë interesant me ditë njeri se dhe e gjen ato për çka e kërkon në libër, për shembull. Ne e dim se Jorgo Papingji, legjenda, ka qenë mësues edhe drejtor në disa shkolla në Kryqëzet. Po, ky mësuesi ky personi është personi para se të lindja unë. Natyrisht ai më vonë ka rimarrë këtë profesion, po është krijimtaria, domethënë veprimtaria e tij si mësues është lidhur në pothuajse 13 shkolla. Po unë vetë se kam parë asnjëherë, domethënë, atë si mësues vet, po e di që për shumë vite ka dhënë mësim në shkolla 8-vjeçare, në shkolla të ndryshme në Tiranë, gjë që ka krijuar edhe një grup shumë të madh nxënësish, të cilët më pas e kujtojnë. Dhe kjo para se ai të bëhet, domethënë, autori i teksteve të muzikës. Ka dhënë mësim në disa shkolla, si në qytet, domethënë, ashtu dhe në fshat, në Ndrojsh. Ka qenë mësues në Ndrojsh pikërisht në atë kohë që linda unë, deri në 7 Dhe pastaj deri në vitin 1978, kur ai u emërua drejtori i një shtëpie pioneri në Tiranë. Më pas në vitet 90, kur këto institucionet shtëpitë e pionerit u mbyllën, siç dihet, se i takonin një sistemi tjetër. Sistemi i ri nuk mund t'i mbante, ai u rikthye mësuesis prap në një fazë të re, shumë interesante edhe kjo, për disa vite, po si drejtor dhe mësues. Detajet në biografi janë gjithashtu në libër, nuk duaj. Ajo është ajo që domethënë lidhet, ka dalë tash mësuesi i fizikës, po edhe drejtor. Në shumë shkolla ka spikatur faktikisht që nuk ka qenë ai mësuesi thjesht mësuesi i fizikës, një mësues çfarë do, por ka qenë edhe drejtor. Pra gjithmonë ka drejtuar, o drejtor ose drejtor. Edhe thash krejt këto si mësues i fizikës, edhe drejtor, mirë, po pasioni i jetës ka qenë poezia. Po. Sepse tash ne e njohim edhe Jorgo Papingji tash këto si poet, si shkrimtar i teksteve, këngëve, poezive, kështu. Edhe pastaj vjen kjo ajo që si mësues edhe si drejtor. A ka rastis, për shembull, kur keni bërë bisedë me tregu ajo se ju me pyet atë inspirimin për poezi?
Shiko, Imat nuk ishte ai lloji babaje që në mënyrë demonstrative ulej me fëmijët e vet dhe tregonte, domethënë në mënyrë pedante apo teorike se si është frymëzimi apo inspirimi, domethënë nuk ka qenë, po ai në mënyrë indirekte domethënë e ka treguar atë pansion. Nuk ishte nevoja që të kishte një temë veçantë, domethënë se si lind frymëzimi. Unë kam qenë dhe fëmija i parë në atë shtëpi dhe vetë kam qenë një dëshmimtar i urtë pa zhurmë në shumë nga ato krijimet që ai ka bërë. Kjo është një gjë që unë e kam parë vetë, domethënë duke filluar që nga mosha më e vogël, sapo në atë moshë mund të kujtoj njëri që 4 vjeç, unë e kam parë këtë pasion. Pra nuk është, s'ka pasur nevojë për një temë veçantë për treguar. Ka qenë thjesht, ai ka qenë vetvetja në atë që ka bërë, edhe ajo ka rezultuar nëpërmjet të përditshmes. Natyrisht nga kjo, domethënë rezulton edhe që nuk ka dyshim që kjo ka qenë një pasion e atij, domethënë është një gjë që ai e bënte me qef. Edhe Imat Jorgo ka qenë njëri që nuk bënte asnjë gjë pa qef. Mund të them edhe një sekret, ndoshta sekret në thezën, që në fakt ka pas edhe një pasion tjetër që ka qenë arkitektura, po në Shqipëri në atë kohë, domethënë njerëzit nuk zgjidhnin vetë se çfarë do bënin, domethënë ishte me kuota, edhe fizika doli si pjesë e kuotës. Cilën edhe atë e ka bërë me shumë pasion, sepse ka qenë kjo pjesa e mësuesit, kjo pjesa e edukimit, domethënë që tregohej në çdo institucion që punonte, domethënë pavarësisht se çfarë tregonte, çfarë edukonte. Po me sa di unë poezi ka bërë që në klasën e 4, domethënë ka marrë pjesë me shkrimet e veta fillestare naive në 2 gazeta. Njëra prej tyre letrare, tjetra humoristike. Po i ka bërë kështu thjesht për një shok, për një mik, për një diçka e tillë, po ka qenë, domethënë Filizi ka qenë që fillim ai delli. Është interesant, ne deri se e kemi domethënë gërmu edhe e kemi mund të them kështu studiu pak intervistat, nqezimet ndryshme, poezitë këto, shumë është diçka shumë ka rënë për shembull në vesh, edhe kur e kam lexuar është kur thotë poezia ka ngritur në këmbë perandor, por jo politikanët tonë. Kjo domethënë është shumë interesant në atë intervistën që e shpjegon, edhe ajo faktikisht është e vërtetë, sepse tash po lidhem kjo pjesa tjetër e politikës ku këta politikanët që i kemi nuk e kuptojnë atë pjesën e poezisë. Tash kur poezia ka ngritur në këmbë perandor, domethënë në atë kohën atje, kurse politikanët tonë jo, ajo domethënë shumë se çka është vetë poezia. Sepse bëhet poezia, dhe pse shkruhet poezia. Pelojmë këto le të takoj politikës më shumë. Ne do të shfletojmë disa fotografi edhe do të bisedojmë pak rreth, sepse këto fotografi janë edhe në vetë librin, ku këtu e kemi një fotografi që jeni familja apo... Po kjo fotografi, kjo mua më kujton shumë domethënë familjen, sepse përveç faktit që ajo ka, domethënë është një moment i caktuar, është një moment i cili përsëritej në fakt çdo vit. Në vitin 78 Imatu emërua drejtori i shtëpisë Pionerit Lagjes 4 në Tiranë për brezin e sotëm shqiptar që ndoshta nuk e dinë çfarë këto shtëpitë e Pionerit ishin në atë si më thënë kohën e diktaturës që quhet, edhe që ishte në fakt në të njëjtën kohë ishte edhe një kohë e cila i krijonte disa mundësi fëmijëve të moshës nga 5-6 deri në 14 vjeç, që i takonte pak a shumë 8 vjeçares, që në kohën e lirë të shkonin të mësonin një instrument apo një deg arti, domethënë mund të ishte pikturë, balet, edhe lloje të ndryshme instrumentesh. Këto shtëpi shpërndarë në Tiranë, po edhe në qytete të tjera, edhe sipas zonave merrnin fëmijë të moshave të ndryshme. Tani me qenë se këta fëmijë gjatë gjithë vitit shkonin dhe mësonin një instrument, në fund të semestrit, ashtu sikurse edhe në një shkollë muzike, jepej provim.
Saggio i quheshin këto. Hmm. Vjen nga italishtja. Dhe këtu jemi mbas një saggio. Unë natyrisht ne si fëmijët e drejtorit të shtëpisë Pionerit, natyrisht që do të shkonim dhe ne do mësonim një instrument. Unë isha në violin, që në moshën 5 vjeçar. Kurse im vlla në atë moment aty nuk ka filluar instrumentin, po më vonë filloi pagotin e më pasu flautist. Ajo bë pastaj flautist, kurse unë e lash violinën në moshën 14 vjeç. Kurse personi i pestë aty është Miranda Beshiri, mësuesja ime e violinës, që edhe mund ta përshëndes, po e pa këtë. Pra këtu jemi pas një saggio, por ilustron një periudhë 15 vjeçare, do të thoja, kur ai drejtonte këtë shtëpinë e Pionerit Lagjes 4. Dhe jo vetëm e drejton të thjesht si drejtor, si detyrë, po ishte edhe pjesë aktive, çdo lloj, koncerti, aktiviteti që bëheshin, ekspozita jashtë shtetit, ka qenë një shtëpi pioneri shumë e suksesshme dhe shumë prej këngëtarëve të famshëm, do të thoja tani në Shqipëri, kanë pasur fillimet në shtëpitë e Pionerit në Shqipëri. Kjo është një gjë që nuk theksohet shumë, por fatmirësisht këngëtarët vetë e kanë theksuar vetë se ku i kanë nisur fillimet. Pra këngëtarët e cilët janë njohur me recitale apo me shumë Mira Konçi, mund të marrë vetëm një që e njoh personalisht, po edhe të tjerë i kanë marrë filizat tek këto shtëpi të Pionerit dhe kanë qenë të cilësisë shumë të lartë. Jo se Imati ishte drejtor, por kjo vlen, do të thënë, për shtëpitë e Pionerit. Edhe pavarësisht se quheshin shtëpitë e Pionerit dhe ishin ideologjizuar apo politizuar, do të thënë ajo puna që bëi aty ishte lidhur me artin, do të thënë ishte universale. Shumë kohë më vonë kur unë do të vija në Norvegji dhe do të njihisha me sistemin, mund të them që niveli atyre shtëpive Pionerit në krahasim me këto SFU-t apo këto aktivitete kohës lirë është shumë më i lartë, dhe kjo në sajt të pasionit të shumë instruktorëve, sepse aty ishin mësues, domethënë profesionist të instrumenteve, pedagog, do të thoja që i ngjan një institucionin, domethënë profesional muzikor për fëmijë. Sidomos nuk ekziston. Sidomos në atë kohë, për shembull, se ka qenë shumë seriozitet ajo edhe si për fëmijë që ka qenë mirë, po s'ka pas absolutisht asnjë interes financiar. Domethënë këtë mund ta vlerësojmë, domethënë në kohën e sotme ku bëhet fjalë shumë për paran, për incentivat, për gjitha, ka qenë thjesht i pasion. Një pasion ku sot janë njerëzit që përmendë edhe vetë, për shembull, që i kanë dalë prej aty dhe ndryshe janë, ata mendojnë për muzikën edhe instrumentin, ndryshe janë këta gjeneratat e reja, për shembull, që e kanë mësu by the way ose me shoqëri. Dua të theksoj edhe diçka tjetër, sepse ky është një institucion ku unë jam rritur. Domethënë unë kam hyrë aty 4-5 vjeç dhe kam dalë 14 vjeç. Domethënë kjo është më shumë se gjysma e jetës që unë kam jetuar në Shqipëri, se në moshën 18-19 vjeç kam ikur që andej. Edhe është një institucion ku kam kaluar shumë orë. Domethënë deri në orën 3 kështu në mësim në shkollë, po më pas aty, pothuajse për ditë, mund të them që ka qenë një institucion ku politika s'ka pas asnjë lloj gjurmë, domethënë nuk ka qenë politizuar, edhe pse quhej shtëpi e Pionerit, sepse ashtu quheshin. Nëse çdo gjë ishte ideologizuar, aty është bërë thjesht art. Që ajo është e mira, që domethënë kur është arti është art, nuk është e përzihesh. Po sot për shembull Migena edhe violina ku janë? Migena dhe violina janë në dy botë të ndryshme. Fatkeqësisht, po edhe fatmirësisht, sepse domethënë mësimi një instrumenti nga mosha 4 vjeç, 5 vjeç, edhe 10 vjet me këtë instrument, krijon shumë gjëra, domethënë nuk është e thënë që njeriu të bëhet violinist i shquar, po tani si neurologe që jam, mund të jap edhe shumë propagandë, domethënë që mendoj që çdo fëmijë duhet të mësojë një instrument. Domethënë nuk duhet nëse fëmia nuk do ta mësoj atë instrument, natyrisht që jo, po është nga ana e zhvillimit mendor është diçka shumë e rëndësishme. Plus pastaj që krijon edhe atë sensin e muzikës, domethënë për ta ndjerë muzikën klasike, muzikën e zhanreve të ndryshme, është diçka që kultivohet, mendoj unë. Njeriu mund ta kultivojë natyrisht në mosha të ndryshme, po sa më herët aq edhe më mirë.
Kështu që për mua është një kujtim shumë i bukur i fëmijërisë edhe është diçka që unë kam marrë si bonus për arsye se është diçka që nuk e kultivoj domethënë në profesionin tim, është diçka që ka ngelur nga e kaluara dhe i takon si më thënë kësaj energjisë që merr njeriu pas punës dhe që arrin ta shijoj. Sa bukur. Kjo është ajo që thot Migena është shumë e rëndësishme, më thonë për ata që e kanë pak fëmijë në atë moshë ku mundën me përcjell ose me kuptu, pse jo mos me marr me këshir të një instrument, për shembull, se ne jemi në Norvegji, e dihet që në Norvegji për shembull korpsat janë gjithkund, edhe ata e mësojnë ato në shkollë, për shembull, jo burimore, jo ndryshme ka instrumente dhe pse jo, sepse ndoshta në fundit edhe gjen edhe një rrugë atje. Po me krenarim mund të themi që dhe ne që si jemi lindur dhe rritur në Norvegji, pra në rastin e brezit tim, e kemi kaluar këtë fëmijëri me një instrument muzikor. Unë kam akoma lidhje me shumë ata që kanë qenë në këtë shtëpi të pionerit dhe nuk një fëmijëri që mos ta vlerësoj këtë. Shumë prej tyre në fakt kontribojnë sot e kësaj dite, disa janë të famshëm, disa tjerë kontribojnë si mësues në Austri, në Gjermani, në Amerikë, domethënë e kanë çuar këtë traditën e pedagogjisë muzikës, edhe pse nuk janë ndoshta numër 1, po shumë edhe janë të famshëm, qoftë brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë. A ekziston kjo shtëpia sot? Shtëpia e Pionerit? Po. Jo, shtëpia e Pionerit natyrisht fjala shtëpi e Pionerit çdo gjë që ishte lidhur me falas e institucion falas në Shqipëri u shkatrua. Do të thënë nuk ishte tjetër sistem. Ja, këto shtëpi. Zaventuam diçka tjetër. Po, bile mund të them që fal energjisë të imate dhe pasionet që kishte për fëmijët, për muzikën, për këtë institucion, ky institucion zgjati më shumë se sa do të kishte zgjatur. Në fakt institucioni ato Godina ku ky institucion ishte, një shtëpi, një vilë shumë e bukur e vjetër italiane. Dhe më thënë shumë vite para se të mbyllish shtëpitë e Pionerit i ra plani dhe u shkatrua dhe nxënësit e kësaj shtëpi dhe instruktorët u zhvendosën provizorisht në Thonjza në një shkollë, të shkolla Vjet Koriku më duket, afër cirkut. Dhe ngelën aty nuk u krijua asnjë dhe me shumë mundime pasi nxënësit e asaj shkolle mbaronin mësimin dhe linin disa klasa apo palestra e asaj shkolle. I matë ndau palestrën nuk e di në 15 zona të vogla lokale dhe aty zhvilloheshin akoma këto degët muzikore dhe aty ka shumë instrumentistë që kanë fituar çmime edhe në botë edhe ekspozita për fëmijë të vegjël që kanë fituar çmime në Japoni, në vende të ndryshme. Po që natyrisht nuk trumpetohej shumë në Shqipëri, duhet vinin ambasadat pastaj që t'i sillnin këto çmimet se nuk shkonte njëri ti merrte. Merrnin në telefon Timat si drejtori dhe i thoshin keni marrë ca çmime të para për këto fëmijë, a do vini ti merrni apo jo? Dhe Imat i merrte këto çmime dhe krijonte ai një Oscar show një koncert ku ai në mënyrë ceremoniale i ndante këto çmime për këta fëmijë që të kishte atë vlerën, atë satisfaksionin që kishte fëmia. Pra ishte pasione e tij, domethënë ai jetonte me këtë. Dhe bënte që e pa mundur atë bëje mundur. Po kjo është ajo që po mos kishin qenë këta njerëz, për shembull, ne nuk e kishim ditë këto poezi, këngë e shumë gjëra tjera që mos t'i harrojmë. Është shumë e rëndësishme. Shkojmë te një fotografi tjetër këtu. Këtu e kemi viti. Këtu është një 40 vjeçare dhe një 30 vjeçare që janë prindërit e mi. Në mos gaboj, kjo foto është marrë në vitin 85. Është një moment privat, do të thoja, ne sapo kemi lëvizur në këtë shtëpi që do bëj pastaj shtëpia jonë gjithkohës. Edhe sot e kësaj dita dhe një mik i babait tim që nuk jeton më fatkeqësisht, një konjar i ka bërë këtë foto. Është një session, domethënë që si më thon përjeton atë momentin e lëvizjes në shtëpi. Një kohë shumë e bukur, e kujtoj mund të isha 11 vjeç, diçka e tillë ku kemi lëvizur.
Po shtëpia është ende aty. Shtëpia po është ende. Po kjo është Jorgo edhe bashkëshortja Një moment si gjithë çiftet e tjera që marrin një farë zgjerimi, nëse do quaj, dhe krijojnë një shtëpi treku. Të dy këta janë artistë në mënyrën e tyre, kështu që çfarë profesioni ka mamaja? Arkitekte. Po, atë që donte i mat. Janë artistë dhe me ato mundësitë e vogla që kishte Shqipëria, me ato apartamentet e vogla përpiqeshin, më thënë, jo pikturë, jo dizajn, jo. Ja. Kjo është ajo që është e mira. Për shembull Shqipëria që ka shumë gjenerata që janë bukur të vjetra me mosh edhe por në atë kohë ka qenë edhe obligim. Do të thonë jo vetëm shkolla fillore edhe gjimnazi, mirë po obligim edhe ta përfundosh total, të jesh diçka. O mjek, o arkitekt, o inxhinier ose diçka duhet ta prodhosh vetveten në atë pjesë dhe sot janë shumë gjenerata që ekzistojnë. Të rit nuk po kuptojnë ato se po ju duket shkolla wow, shumë. Po ajo është ardhmënia e njerëzimit faktikisht. Këtu e kemi këtu me gitar. Këtu edhe kjo është marrë në oborrin e asaj vilës italiane, asaj shtëpisë origjinale, shtëpisë pionerit që i thonë, Lagjes 4, dhe këtu është i mblla dhe i mat që përpiqet ta bindë ti mblla të mësoj kitarën, në fakt atij i pëlqente motorri. Kështu që prandaj ai e ka ulur atë në motor dhe i mëson kitarën gjatë kohës që ai rinë motor. Kjo është një foto të cilën ai në fakt e ka zhvilluar vetë, se në qilarin e asaj shtëpisë bëi kursi fotografisë dhe i mat kishte pasion ti bënte fotot vetë në mënyrën klasike që zhvillohen fotot, dhe i merrte me kamerë dhe i lante vetë ato fotot, kështu që këtë foto ai, do thënë, nuk e di kush e ka bërë, po e ka zhvilluar vetë këtë foto, e kishte si tip hobi. I mblla pastaj ajo kaloi disa instrumenta dhe flauti ishte më i përshtatshëm sipas ekspertizës. Kjo është një kohë shumë e bukur, është pjesa e fëmijërisë, si thash, që kaloi me art pas shkollës. Shumë e bukur, faktikisht edhe plus motocikleta këtu edhe po ishte gjë e madhe ajo motor, ajo sidomos në ato përmasa ai motori ishte. Si diçka e rrallë në Shqipëri në atë kohë. Ne jemi në vitet 80. 80. Fillim, ndoshta. Shumë fare, ja. Edhe pastaj këtu e kemi këtu është tjetër komplet njëjtit. Nuk e di ku kemi qetur. Jo, kjo është këtu në Norvegji, është kjo në ambient krejt tjetër, faz krejt tjetër, dy tjetë viti 2015, aty kemi bërë një si tip turne këtu në Norvegjin Lindora. Që ishim për vizit. Po, është një ditë vere në Østfold. Sa vjeç është këtu Jorgo? Këtu është, më thënë, 70, fillimet 70. Se po duket bukur tash ajo koha këtu kur ka qenë. Po, çdo gjë, atmosfera është e këndshme, kjo është një ditë vere në parajsën e Norvegjisë Lindore. Bukur. Edhe flasim pak për kjo pjesa këtu. Tani ndoshta po tjetë reprezentative, do tjetë reprezentative për ato takimet që ne bënim, domethënë një herë, maksimumi 2 herë në vit. Unë që në moshën 19 vjeç unë jam larguar nga Shqipëria dhe Shqipëria ka qenë një vend, në më thënë nga vend lindja, vendi shkollës. Shkolla ime të bë një vend turistik, ku ne takoheshim për vjetorët, 65 vjetor, 70 vjetor,
Këtu është në mos gaboj 75 vjetori e Timati në Padam, në Tiranë. Dhe këto takime ishin shumë të shkurtra, po ishin intense dhe kishin gjithmonë, pjesën simbolike, një restorant i bukur, një eveniment, ktheheshin në eveniment çdo takim. I takon kësaj pjesës larg vendlindjes, larg prindërve. Po prap gjithmonë afër. Këto momente për shembull kur ishte në vizitë ose kur ishit në vende tjera në shtete tjera, a merrte diçka të shënoj ose të bëj një poezi për... Po, gjithmonë. Pavarësisht tani i mat jetoi 8 dekada, kështu që ai kaloi lloj zhvillimesh në teknologjinë e shkrimit apo të arkivimit, po nuk e preku fare mënyrën se sa i shkruante, ai kishte gjithmonë një blog, madje as blog, sepse blogu në fakt ka një farë lidhje midis faqesh, po e kishte flet kartone të kësaj përmase, të pa lidhura me njëra tjetrën. Do të thonë ato gjithmonë mblidheshin kështu. Edhe i mat nuk donte asgjë nga unë, donte vetëm një çantë nga ato që varen kështu turistike, ku ai ti fuste këto letra, edhe kudo që t'ishte, normalisht në një kafe, ajo kafja e stradës është shumë historike në Tiranë, aty shkonte shpesh, po kur ishte jashtë shtetit edhe në një balkon apo në një ku t'ishte, nëse i jepte frymëzimin, nxirrte ato dhe shkruante me dorën e majt. Ka pas një shkrim shumë të bukur, një shkrim teknik, tamam si arkitekt që donte, kudo. As computer, as files, as iPhone, madje as bloku nuk do të ishte i lidhur. Vetëm ai e dite se cili numër është në çdo faqe. Edhe një lapt. Ajo është faktikisht edhe origjinali, edhe origjinaliteti i një poetit kaq të madh, sikurse e Jorgo Papinxhi që është. Po tash afrohemi te kjo fotografia këtu. Ky është 80 vjetore. Është në Shëngjin, në Lezhë, tek Rapsodia e famshme, Alfred Markut. Tani nuk ekziston më as babi, po as Rapsodia, aty është vendosur në Tiranë, por kjo është një ngjarje shumë e bukur, është një surprizë që Devis Gjerau, me një këngëtarin, i bëri Timati në shenjë respekti për ditëlindje, bëri një surprizë dhe thiri gjithë këngëtarët e mundshëm që gjendeshin në atë periudhë që ishin në turne në Shqipëri dhe u ftuan të gjithë tek Rapsodia dhe i bëm një surprizë atij. Normalisht ai do të vinte aty si një darkë e vogël, private, familjare, me mamin, vllajën edhe tim shoq edhe unë, dhe kryua një koncert më vete, sepse këta këngëtarë që ishin ftuar natyrisht që kënduan. Në diçka shumë e bukur edhe fatkeqësisht evenimenti i fundit për vjetor i fundit për Timat, jetoj edhe një vit e gjysmë, çka pas kësaj. A ishte i smuar në atë vitin e fundit? Po ishte shumë i smuar. Madje në këtë foto është nuk e di domethënë si kemi arritur që ai të vinte aty. Vetëm se ishte një surprizë që ishte smur gjithë 5 vjet të fundit, do të thoja, gradualisht. Po megjithatë gjithmonë deri në minutën e fundit krijimtaria ka qenë, më thënë, të shkruante, derisa nuk shkruante më dhe i mata po i vlla e shkruante për atë dhe e thoshte, më thënë, nuk e ka lëshuar asnjëherë atë. Dhe merrte porosi për të shkruar deri në minutën e fundit me telefon. Po pasioni ati, ajo ka qenë, do të thonë, krejt jeta faktikisht me këto. Këtë fotografi po pak më herët, do të thonë tek ajo
tek shkolla, ose si kur ka qenë drejtor, edhe të gjejmë edhe një fotografi interesante këtu, që kjo është ajo pjesa, kemi një fotografi tjetër këtu, se tash i gjejmë, ka shumë fotografi mirë, po ne kemi fotot janë pa fund, nuk shem mundur të zgjedhësh. I kemi gjetur disa, do me thonë pak që se në libër ka shumë. Këtu është një foto, me sa mbaj mend, kjo është në Kopenhagen, gjatë një udhëtimi turistik, po që ishte edhe i lidhur me Eurovisionin. Në fakt ka qenë viti përpara se ai vetë merrte pjesë në Eurovision, ka qenë një ftesë që unë i kam bërë, një dhuratë që unë i kam bërë familjes shifte Eurovisionin në Malmö në 2013. Dhe rastësisht vitin tjetër kalua murën për në Kopenhagen, sepse fitoi vetë, domethënë në Shqipëri, mundësinë që të shkonte vetë në Eurovision 2014. E përmende pak ma herët me Zemrimi një natë kënga me Hersi Mahmutaj. Edhe ishte edhe i ofert me Kaçinarin, Pase si e quante atë kolegun? Alfred Kaçinar. Alfred, po? Po në lidhje me festivalet, natyrisht ka shumë, nuk besoj se ka muzikant, domethënë, apo instrumentist, apo drejtues artistik festivalesh, apo dirigent që mos ketë bashkëpunuar si pjesë e aranxhimeve që bëheshin çdo vit, festivale. Po këto domethënë këta janë emrat të mëdhej që e kanë qenë edhe komponista edhe po si muzikant ashtu dhe këngëtar, po edhe drejtues artistik, sepse duke qenë pjesë e festivalit, domethënë ishte i lidhur me ata. Përveç sa ka qenë edhe, domethënë krijimtaria e tij ka depërtuar edhe në disa aspekte të tjera. Domethënë ka qenë festivale i fëmijëve, sidomos ai në Shkodër, që është i njohur për traditën e vet për fëmijë, festivale për fëmijë, edhe programe televizive të estradës, ka pasur gisht, si me thënë, në skenar. Kjo e ka lidhur, me thënë, me shumë figura të televizionit, jo vetëm do të thënë këngëtar dhe kompozitor, po edhe drejtues artistik apo drejtues festivalesh. Do të thonë i lidhen me botën e artit. Padyshim. Nuk besoj se ka, jo se është i madh, por këtë mund ta thonë vetë ata që kanë bashkëpunuar. Nuk besoj se ka emër në Shqipëri për 5 dekada, do të thoya. Që nuk e njohin. Po, kjo është ajo e mira, ja këtu e kemi foton, këtu si po ndohet as mësues nuk ka qenë këtu. Këtu ka qenë, mund të qenë zënës mature. Kjo më duket është nga një kështu ato fotot që e maturës që bëheshin, mund të jetë viti 60. Është natyrisht shumë më përpara se unë të ekzistoja, por fotomatura është kjo. Cilat instrumente i dinte për shembull? I mat. Nuk luante instrument, asnjë instrument. Asnjë. Jo. E cilën e kishte dëshirë për shembull që ta dije? Gitar? Shumë pyetje shumë. Nuk e di. Shumë nuk e di, saksofon ndoshta. Nuk e di. Se zakonisht këta i kanë dëshirë, jo piano, jo violina, jo diçka mirë, po nuk ka pas edhe kohë ndoshta ky që nuk e di, ndoshta ime më kur ta shohë këtë do ta nxjerrë më njëherë se kush është, po nuk ka luajtur asnjë instrument me sa di unë. Edhe prapi, domethënë, interesuar në të gjitha. Kjo instrumenti është shumë interesante sepse ne kishim mbaj mend, domethënë, shumë herët si fëmijë në Shqipëri jepe një program televiziv, më duket të premteve, mbrëmje klasike, dhe jepeshin këto koncertet simfonike. Edhe i mat na ulte të dy, edhe fotot fokusoheshin her pas here tek korn, tek piano, tek flauti, tek violina. Edhe thoshte çfarë instrumenti është ky, derisa ne i mësonim që gjitha instrumentet. Nuk di, domethënë, të ketë një instrument veçantë që e ka shprehur.
Po mirë, kjo është ajo që ne e bërëm pak një përmbledhje, do me thonë, prej librit, sepse ka shumë, ka fotografi, ka poezi, ja vlen edhe me pas sidomos tash kur njeriu ka dëshirë të lexon libra ose nuk e din se çka me zgjedh ose diçka. Mirë, po kjo është një pjesë, ne që përbojmë në këtë intervistë është ta tregojmë edhe vetë librin me si u shjetoj. Do me thonë, njeriu gjen edhe në poezi vetë aty, me gjithë fotografia e tregon një histori, po të njëjtën kohë, kur shfleton ato 3 kapituj të ndryshëm, aty ka edhe poezi që mundet njeri me gjetë vetën duke lexuar vetë poezinë. A të lexojmë diçka prej librit që vetë ke zgjedhur, për shembull, që ti dëshirë? Edhe njërë është vështirë që të zgjedhësh, po mund ta nis me piknisja, do të thoja, në këtë krijimtarinë letrare, të paktën sipas Ilir Çumanet që i kam mbledhur këto, që sepse ai ka qenë mësues fizike, drejtor për shumë vite. Po në vitin 73, me sa di, krijoi diçka me Aleksandër Lalun, kompozitorin e shquar që fatkeqësisht ai nuk jeton më. Kompozitor që ka qenë shumë i njohur për muzikën e filmit, po edhe muzikë për fëmijë, për të rritur, të një gamë shumë e gjërë, edhe shkruajti një poezi për fëmijë, shumë e thjeshtë, shumë elementare, po që unë thjesht do ta lexoj. Këtë ndoshta nuk e njohin shumë, meqense i takon një kohë shumë të lartë. Quhet "A ta fshi apo ta gris?" Kur ula të mësoja, për një lodër po mendoja. Nisa penën ta kafshoj, më shpëtoj një pik me boj. Rimendoj, si t'ja bëj njollës me boj, fletën që e bëra pis, a ta fshi apo ta gris? S'do ta fshi e s'do ta gris, fletën që e bëra pis, që për ditë ta shikoj, edhe me të mos gaboj. Dhe thënë, kjo është një gjë shumë elementare, po është një fabull shumë e vogël që është edhe edukative, po është edhe fëminore, do thënë, luan me për një lodër po mendoja, kupton, jo për problemet, për hallet, edhe dilema ta fshi apo ta gris që ndoshta ka edhe vlerë sot. Me thënë, kjo ana edukative dhe ana fëminore ka qenë shumë e ndërthurur në këtë. Plus pastaj fabulën, me thënë kapja e fabulës, që është e gjitha në krijimin e një poezie, aty ka qenë mjeshtër. Me thënë, është i njohur për shumë këngë festivale, festivalet fundvitit në Shqipëri, po aty ku unë mendoj ai në të vërtet ka shprehur gjeninë e të shkruarit ka qenë tekstet për fëmijë. Edhe ka dashur shumë edhe fëmijët, ka pas një kimi fantastike me fëmijët, e cila nevojitën në festivalet e fëmijëve që janë pak show, kupton, për një fëmijë shumë të vogël. Kjo vjen edhe do të thënë, edhe si temë pak e freskët në atë periudhë, kupton, kur ishte shumë strikt nga ana kulturore. Pa përzirë fare me politikën, pra ka qenë një fushë ku të shprehje krijimtarinë pa u ndeshur me ideologjinë. Sa bukur, pse unë tash qysh po të ndëgjoj ty edhe qysh po kuptoj tash ka dalë më shumë, pse shumë është pjesat e fëmijëria, lidhet me fëmijërinë, poezitë dhe shumë gjëra, edhe ajo dashnia për shembull, edhe ai me siguri dhe ka dëgjuar fëmijët se fëmia nuk din trej. Fëmia nuk din çka është keq me qortu ose me të thënë diçka pa lidhje, ose nuk din. Ai e thot, fëmia e thot ato që është bardezin, do të thonë nuk ka as kaltër as tjetër ngjyrë, po është drejt për drejt. Ajo e ka bëhet që ajo poezia për shembull të jetë shumë e drejtë, shumë origjinale dhe që ta kap, që ta formulon atë fabulën për shembull që të jetë ashtu që kur e lexon me të vërtetë edhe shumë e thjeshtë, mirë po me shumë domethënie të mëdha. Ta gris ose mos ta gris. Kjo është një poezi shumë e hershme, domethënë është diçka shumë e kënaqshme edhe me dëgju, po të njëjtën kohë shumë edhe kafshme, me tregu sidomos fëmijës ditës sotit që nuk janë te poeziat, po ma merr mendja mua tash, nuk po di. Do të e ke edhe një tjetër ta lexosh një herë para se të vazhdojmë?
Po, nëse do ndaleshim prapë për fëmijë është Hapa Dollapa, që është ndoshta edhe më e njohura. U bë si tip hiti kjo për fëmijë, Hapa Dollapa ose Ku kam çefti që e thonë është një lojë shumë e njohur për fëmijët. Hapa Dollapa, kush është fshehur prapa? Popa Albana dilse të kapa. Hapa Dollapa tek pema fshehurje. Të pash, dil pra Albana. Genci, Ermira, ja Beni, Zamira, të gjithë i gjeta, mungon Qiljeta. Genci, Ermira, ja Beni, Zamira, ja dhe Qiljeta, të gjithë i gjeta. Edhe kjo është një gjë shumë e thjeshtë, më thënë thjesht faktuale, loja më e njohur për fëmijë. Megjithatë, ajo që dominon këtu prapë është edhe kjo fabula që është ka dhe një vlerë, domethënë ajo vlera e përfshirjes, e gjithë përfshirjes të fëmijëve. Ai kishte zakon që të përfshinte të gjithë fëmijët dhe të gjithë rriturit, pavarësisht nga aftësitë mendore, fizike, pavarësisht klasave, pavarësisht se vinin nga një familje intelektuale apo një familje punëtorësh apo edhe familje deklasuar në atë kohë, më thënë kishte këtë gjithë përfshirjen dhe ka shkruar tekste për çdo njeri. E duke bërë këtë Hapa Dollapa, këtë lojë shumë e thjeshtë, përfshin gjithë fëmijët. Dhe kjo Qiljeta që mungonte dhe gjeti ishte një fëmijë me aftësi të kufizuara, që ishte përfshirë në këtë lojë dhe merrte edhe ajo pjesë. Kjo është një fabull që ka shumë bukur. Kjo është ajo e mira që njeriu ta kupton, ka dalë dole dhe më shumë. Natyrisht këto tingëllojnë më mirë me muzikë, ka kupton edhe krijon një atmosferë komplet tjetër, po janë edhe në vetvete tekste që lexohen pa muzikë. Edhe pse ritmi i kësaj, domethënë, i përshtatet muzikës, edhe mendoj që është edhe një vlerë e këtyre teksteve që janë poezi të muzikuara, pra janë në vetvete janë poezi, ti mund t'i vësh muzikën që të krijosh këngën, edhe këngëtarin po mund të lexohen edhe si poezi më vete. Sa përdoren për shembull sot tekstet në për librat e shkollave ose këtë nuk e di. Nuk e di sepse unë jam larguar nga Shqipëria dhe nuk mund të them se sa përdoren. Nuk besoj se këto poezitë e muzikuara janë përdorur ndonjëherë në tekstet e shkollave, ndoshta poezitë letrare. Se për shembull kjo mund nuk është këto janë ajo njëra për shembull Hapa Dollapa është edhe lojë. Po të njëjtën kohë është edhe interesant për me pas, pse mos me pas ne kemi shumë libra që botohen edhe në të gjuhëse të ndryshme. Për shembull po me siguri ka dikun që se ka material shumë që të përdoret ajo originaliteti, ajo që faktikisht është edhe ka ndodhur edhe ndodh. Që mos të kopjojmë, mos të marrim diçka që është jashtë rrethonave. Po ndoshta kjo është edhe pa bërë reklam, domethënë, po mund të jetë edhe ideja e krijimit të librave që këto domethënë të shiten, të blihen edhe të lexohen. Un kam shumë miq të cilët më thonë që ja kam treguar fëmijës dhe ka zgjedhur këtë apo këtë poezi për të lexuar, kështu që këto funksionojnë si libra, si çdo libër tjetër që blihet. Kështu që libri është në librari në Tiranë, mund të blihet. Po çfarë do të me të pyet, se për shembull tash ne po bëjmë emisionin, jemi në Norvegji këtu, edhe me siguri se unë nuk kam ndonjë fitim për shitjen e librit, por homazhi më i madh për një poet, për një krijues është që traditat vazhdojnë dhe ato të lexohen dhe nëse dikush përfiton nga ajo vlerat e asaj të çohen më tej në brezat e tjerë, cilët se kanë këtë mundësi që të dëgjojnë, domethënë, që në bërje këto tekste, kështu që mendoj respekti më i madh për krijuesin është ta blej librin e t'i lexoj. Natyrisht janë edhe këngë që shumica dhe dëgjohen. Po normal, që ekzistojnë sot. Po për shembull nëse ne në Norvegji, në Skandinavi për shembull kemi dëshirë ta porosisim librin, cila është mundësia? Duhet të im përmes net
Për këtë ju mund të lidheni direkt me Ilir Shumanen, po libri ndodhet në Adlion, në librarin kryesore në Tiranë, ndoshta edhe në një librari tjetër, po në këtë aspekt ju duhet lidheni vetë me autorin. Unë natyrisht mund t'ju ndërmjetësoj. Po libri, si çdo libër tjetër, domethënë ndodhet në libraritë e Tiranës. A do të vjen libri pastaj, është interesant edhe në bibliotekat në Norvegji këtu, a do të ketë mundësi që edhe ajo të jetë e mundshme për shembull? Po, pse jo? Që të shkon dikush edhe ta gjen, ta lexon për shembull. Natyrisht. Edhe për këtë, domethënë, ekziston një punë që ka filluar, domethënë, për interesim për të prapë. Natyrisht kjo do të kalojë në procedurat që ka çdo institucion. Po libri është i gatshëm për çdo lloj mënyre shpërndarje. Kush duhet merret për shembull me atë punë që të vi deri te biblioteka, po thojmë në Norvegji këtu, nëpër bibliotekë? Është kontakti midis autorit të librit edhe bibliotekave, natyrisht mund të ketë edhe ndërmjetës tjerë, sipas procedurave dhe rregullave që ka në çdo institucion. Që vinë gjithë librat, po është plotësisht e mundur që të realizohet. Po mendoj tash për shembull prej komunitetit ton shqiptar, për shembull, kush duhet ta merr një iniciativë që vjen deri te kjo. Cila shoqat ose cili rjet ose ne jemi të gatshëm të naftoni. Të naftoni. Okej, po atëre le të jetë kjo që ata që kanë dëgjuar për shembull, ata që kanë dëshirë që ta pasurojnë faktikisht edhe bibliotekën në Norvegji këtu me libra shqip, sepse kemi gjenerata që kanë lind tu dhe din të folin shqip, din të lexojnë shqip, mirë po ndoshta nuk kanë has në këtë pjesë, në këtë libër, në këto poezi, sepse flasim për një poet që ka me mia këngë, poezi që këndohen sot, që kanë marrë pjesë në festivalin, në filma e kështu me radhë, pse mos ta kemi edhe në bibliotekë. Patjetër. Kjo vlen për shumë shkrimtarë dhe për shumë autorë shqiptar, me të cilët unë jam rritur në Shqipëri dhe brezi im. Që janë me të vërtetë, domethënë, janë perla, shumë libra. Ashtu sikurse edhe filma, muzika, domethënë çdo gjë kam pas shans, domethënë, të kemi një fëmijëri të rrethuar nga njerëz të talentuar, muzikant, profesionist, poet, shkrimtar, që nuk kam pasur asnjë lloj interesi financiar. Thjesht talent. Thjesht pasion. Thjesht pasion. Edhe unë e kam edhe para vetit tu këngë, domethënë që jam prej vitit 1980 deri në vitin 2012, nuk pi lexoj se është bukur shumë jën. Kështu që se po afrohem ka dalë edhe fundit e emisionit, por ata që e din, ata që se din, është ja vlen pra që ta shtetoni këtë librin, është mundësia, kontaktoni autorin ose në librari, në Tiranë, kudo që tjerë Shqipëri, Kosovë, me siguri edhe në Maqedoni Veriut, edhe ajo librari mund ta ketë librin edhe mund ta dërgon përmes postës, se sot jemi, domethënë, punon krejt. Miguel, unë të falenderoj shumë me të vërtetë që erdhe edhe bërëm këtë një lloj promovimin, një lloj bisede rreth librit, edhe më merr mendja që faleminderit shumë që na ke sjellë edhe neve, ne do ta kemi këtu parasysh edhe do ta kemi, do ta shfletojmë edhe do t'i lexojmë aty këtu nga një poezi ku do ta përdorim faktikisht edhe librin në bisedat tona me musafirët që kemi këtu, dhe duke lexuar ose duke treguar pak edhe se është edhe si fabull, domethënë është diçka që është interesante edhe me lexu, po edhe ka diçka aty. Ne sa po e gërvishëm pak këtë temë, ka shumë për të thënë, unë gjej rastin të falenderoj që im dhe mundësi të arrin gjallë edhe një herë të mat, edhe të jem avatar, si të themi timati, dhe gjej edhe rastin të përshëndes gjithë këngëtarët, shqiptarë, muzikantët, kompozitorët, drejtuesit artistik, që kam bashkëpunuar me Timat gjatë gjithë këtyre viteve dhe me shumë prej cilëve dhe unë jam rritur, dhe natyrisht familjen time në Shqipëri.
Faleminderit shumë edhe me siguri se këtë libër ne do ta kemi këtu shumë e shumë herë edhe do ta shfletojmë, do ta gëlltisim mirë, do ta përdorim e gjitha ato që ja vlen. Ne vetëm sugjerojmë se libri mes jush jetoj, e shihni edhe atje në fotografi së bashku me Genën, pra është mundësia që ta keni. Atëherë interesoni edhe nëse keni vështirësi, na shkruani neve, ne kontaktojmë Genën dhe dalim në ndihmë shumë shpejt. Faleminderit shumë, suksese edhe me siguri se do shihemi edhe herave tjera. Mirupafshim. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Ri lindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashk. Radio Ri lindja, zemra që ra për çdo shqip